Kush është ish burri i Rita Latit, babai i Rozës, që s'doli kurrë në publik? Të gjithë kanë pyetur një herë veten se kush është bashkëshorti i Rita Latit, pasi nuk është parë kurrë në publik. Ai quhet Kristo Lati dhe pas divorcit me Rita Latin u martua sërish. Nga kjo martesë e dytë, ai ka edhe një djalë, Eri, vëllai i Rozës. Ai nuk është personazh publik, por me siguri të gjithëve na ka shkuar në mendje arsyeja pse Roza nuk flet kurrë për të.